Irani paralajmëroi se nëse vendet evropiane qëndrojnë të heshtura ndaj asaj që e konsideron shkelje të së drejtës ndërkombëtare nga SBA-ja dhe Izraeli, atëherë pasojat do të ndikojnë te të gjitha shtetet. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Ismail Bagaei, deklaroi në një intervistë për televizionin spanjoll TVE se heshtja përballë padrejtësive i bën vendet bashkëpërgjegjëse dhe se asnjë shtet antar i OKB-s nuk duhet të qëndrojë indiferent. Deklarata e tij vjen në një moment tensionesh të larta, pasi sipas mediave ndërkombëtare, Irani dyshohet se ka përdorur raketën e re të rënd Hormshar 4 gjatë përplasjes me SBA-n dhe Izraelin. Raportime mediatike pretendojnë se raketa është lëshuar drejt Izraelit. Kjo armë ka një rrezë veprimi rreth 2000 kilometra dhe mund të mbajë një kokë luftarake me peshë deri në 1.5 ton. Nga ana tjetër, Teherani mohon çdo përfshirje në një sulm të raportuar ndaj Azerbejxhanit. Zëvendës ministri i jashtëm iranian, Kazem Garibabadi, tha se vendi i tij nuk ka në shënjestër fqinjet dhe se incidenti do të hetohet. Autoritetet në Azerbejxhan kishin deklaruar më herët se dronë të lëshuar nga territori iranian goditën në aeroportin e Nakhçevanit, duke plagosur disa persona.